Një dorezë gjysmë e djegur që u përdor nga autori i vrasjes së biznesmenit Bujar Nasufi mbrëmjen e 12 janarit 2025 në afërsi të zonës së njohur si Pallati me shigjeta në kryeqytet, është prova më e fortë që hetuesit kanë duar për të hedhur dritë mbi krimin e rënd. Pas krimit, autori që lëvizte me një motor e dogji atë në një nga tunelet në zonën e kombinatit dhe duke qenë se ekzekutori kishte përdorur doreza, në motomjet nuk u gjetoj ngjyrmë të gishtrinjve, por në njërin nga dorezat që ishte gjysmë e djegur u zbulua material biologjik dhe prej tij është përfituar një profil ADN i gatshëm për krahasim. Burime pranë grupit të hetimit i than News 24 se është kërkuar krahasimi i këtij profili me bazën e dhënave të ADN-s pranë Interpol. Nëse rezultoni përputhshëm me ndonjë nga profilet e të skeduarve më herët për krime të tjera, prokuroria mund të ketë të dyshuarin e parë. Hetuesit po ashtu konfirmojnë se me vendim gjykate është vendosur që profili ADN-s së përftuar të krahasohet me atë të nënës së vëllezërve nga Përmeti, të cilët kanë patur konflikte me biznesmenin e vrarë për shkak të shitjes së një prone nga babai i tyre në emër të Bujar Nasufit. Të dy vëllezërit janë të skeduar në Spanjë në aktivitetin e trafikut të kokainës dhe prokuroria po heton për implikimin e tyre në këtë ngjarje të rëndë. Bujar Nasufi u qellua për vdekje pranë banesës së tij në sytë e gruas. Ai po parkonte makinën kur një person u afrua pranë tij dhe ekzekutoi me disa plumba. Lidhur me këtë ngjarje, prokuroria është duke hetuar në disa pista, por vetmja shpresë që mund t'i afrohet paktën emrit të ekzekutorit është prova e ADN-s që kanë prej tij.